Përleshja mes këtyre të rinjve fillimisht nisi me grushte, por kur grushtet nuk mjaftuan për qërim e sapësh, u përdor edhe arma. Gjendemi këtu në Podujev, konkretisht në rrugën Zerpa e Ziti. Gjatë mbrëmjes të së dielës, 2 persona kanë mbetur të plagosur me armë zjarri. Tretmani mjekësor po vazhdojnë që ta marrin në ÇKUK. 2 të plagosurit kanë pësuar lëndimin në ekstremitetet të poshtme të trupit, por janë jashtë rrezikut për jetë. Sipas policisë, ngjarja ndodhi pas një mosmarrëveshjeje mes 2 grupeve rivale. Gjatë përleshjes, njëri nga të dyshuarit ka shtënë me armë zjarri në drejtim të tyre, ku si pasoj ka plagosur 2 nga të dyshuarit dhe viktimën. Dyshohet se në këtë rast kanë marrë pjesë edhe 3 persona të tjerë, të cilët nuk janë identifikuar dhe gjenden në arreti. Ndërkohë 3 nga të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje, ndërsa 2 nga të dyshuarit tjerë kanë ikur nga vendi i ngjarjes. Prokurori kujdestari i krimeve të rënda ka udhëzuar që rasti të iniciohet si vrasje në tentativë.